Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Pogradec. Unë do të habilitaren sot për një vajzë 10 vjeçare. Ai quhet Eridiona Rexhollari. Kjo vajzë fatkeqësisht ndodhet në një karrike me rrota, për shkak se ka lindur me një sëmundje pikërisht në kockat e saj. Këto kocka janë të dobta, nuk di ta sqaroj sëmundje, dhe ajo nuk mund të eci dot më shumë se 20 minuta në ditë. Është vetëm 10 vjeç dhe më shlutur, me lejen e prindërve, të jetë ditën e sotme këtu në live me Odetën, por sigurisht që të jetë edhe nëna e saj Ornela, e cila kujdeset 24 orë për vajzën. Vajza Eridiona është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Eridiona, përshëndetje zemër. Përshëndetje. Po sa e bukur që qenë ke ti. Faleminderit. Sa vjeç je Eridiona? 10. 10 vjeç dhe jeton në Pogradec. Po. Më ke marrë në telefon disa herë dhe ke kërkuar që të flasësh me mua. Po. Dhe ja, jemi të dyja së bashku live, po më shikon dhe po të shikoj dhe dua të dëgjoj. Tani, më duhet të ndihmë se unë jam në karrocë si që shikon. Dhe ma kanë hequr kempin sepse nuk ka kodë sëmundja. Edhe kam thyer kempin 9 herë dhe kam operuar 4 herë. Kam plagë këtu dhe këtu. Eridiona, zemër, ti je në një karrike me rrota? Po. Por çfarë ka ndodhur me ty? Domethënë, çfarë problemi ke ti me këmbët? Tashi, kam një sëmundje që të osteogenezin perfekta dhe sa herë që rrshjas ose bie, më fut këmba direkt. Pra, ke probleme me kockat që thyen? Po, janë të dobta. Dhe sa herë janë thyer këmbët e tua gjatë jetës? 9 herë. 9 herë ti ke bërë operacion? Jo, 4 herë kam bërë operacion dhe 9 herë kam thyer. E ke thyer. Por ti shkon në shkollë? Po, këtë vit jo, po vitet e tjera shkonja. Më shpinte babi me motor. Këtë vit nuk e shkuar në shkollë? Jo. Sepse ke pasur probleme me këmbët? Po. Dhe të kanë hequr kempin? Po, më kanë hequr. Sa kohë u bë që ta kanë hequr kempin? Që në dhjetor. Në dhjetor të vitit kaluar? Po. Sepse sëmundja juaj nuk ka një kod dhe nuk njifet, le të themi, brenda kempit e pror, ndaj nuk të është dhënë kempi. Po. Dhe ti e ndjerë keq që të kanë hequr kempin? Po. Zemër, por dua të pyes, këtë një vit që nuk e qenë në shkollë, me çfarë je marrë? Po, vinte një mësues së njëse, po nuk vjen tani se ka ikur në Francë dhe shkolla nuk donte që të sillte tjetër se po mbaronte shkolla, kishte edhe një muaj. Pra, një mësuese ke pasur që të ka ardhur në shtëpi dhe të ka dhënë mësime. Po, ti lëvizjet i ke të kufizuara, nuk e të sëndot shumë, ke frikë. Po, kam një kështu nga të walkers edhe ngrihem nga njëri më ata, po më shumë me karrocë. Më shumë lëviz me karrocë? Po. Ke dhimbje apo ke frikë se mos ndodh diçka që thyet sërish këmba? Kam frikë dhe nga një herë më ashtu edhe më dhimbin. Të dhëmbin këmbët? Po. Unë dua të flas me ty dhe të pyes ditën e sotme. Je një vajzë shumë me shkathët, besoj, se e kuptoj atë energjinë tënde. Të shkoj që nga si që je një vajzë e shkathët dhe shumë e zgjuar. Faleminderit. Mëson në shkollë? Po. Çfarë klase mbarove këtë vit? Klasën e 4. Klasën e 4, dhe kush është lënda që të pëlqen më shumë?
Matematika, sigurisht. Sigurisht matematika, shifrat. Po. Qa ke qef të bëhesh kur të rritesh? Doktoreshe, Doktoresh. Pse ke zgjedhur këtë dek, këtë profesion? sepse doa të ndihmoj njerëzit e tjerë Që janë të që sëmurë. janë vetëm. Po. E tash Ridiona, unë të uroj që të realizohet dëshira jote të bëhesh një mjeke, dhe pse jo, po mësove të bëhesh mjeke, por mami më tha që do bësh dhe operacione të tjera për të hequr ato pllakat. Ke frikë nga operacioni? Po, si? Ke frikë nga operacioni? Po, pak. Do e Një bësh. qika është të frikë në fillim. Zemër, si është një ditë e jotja? Mund të ma tregosh? Zgjohem, ha mëngjes, shikoj pak televizor, flas me një dy shoqe, lozi. Lodhin telefon me njëra tjetrën. Po, Gjatë ditës, le të themi sa minuta arrin do ti të ecësh në për shtëpi? po maksimum 20 minuta ose 30. Pra në 12 orë të ditës nga mëngjesi deri në darkë, më shumë se 30 minuta ti nuk mund të ecësh dot. Mm. Ato janë lëvizje të shkurtra nga dhoma në kuzhinë apo Shpinë kam pak shumë të madhe se këtu kuzhina është shumë më madhe dhe sidomos dhe oborin e kam shumë të madh, po Po, shumë nuk mirë. zbres dot se kam shumë shkallë. ke shumë shkallë, dhe shkallët janë, le të themi, jo fort të mira për ty. Duhet dikush të marri në krah ose të zbresi me karrocë për të dalë tek oborri. Por më the pak më parë që kur ecën, më shumë se 20 minuta, 30 minuta ndjen dhe dhimbje në këmbë. Po. Por gjithsesi, ti e di që shkenca ka përparuar. Mjekët të kanë thënë që kur të mbushësh moshën 18 vjeç, mund të ndodhi ajo mrekullia që të ketë ai ndryshimi në kockën tuaj që ti të ecësh si gjithë të tjerët. Po. Ato gjilpërat që bën të dhëmbin pak. E kam pak hapësirë në mes. Jo, gjilpërat them, gjilpërat që bën të dhëmbin. Jo, ato me vende kështu me serum, unë nuk kam frikë i që të gjilpërat asnjë. Bravo, i merr në formë serumi siç tha mami juaj dhe nuk të dhëmbin. Bravo. Po. Zemër, do dëshiroj. Po? Kur kam qenë fëmijë nuk i kam patur frikë gjilpërat. Dhe ma vjen keq që ke bërë shumë gjilpëra, por ato të shërojnë aman. Po. Do dëshiroj. Mirë në 3 muaj shkoj në Tiranë dhe shkoj në Tiranë që bëj të vitaminën D. Edhe pastaj kur do të shkoj një herë që të bëj atë gjilpërën, pastaj të shkoj në Tiranë. E qartë që bën vizitat. Do dëshiroj ditën e sotme të shpreje diçka, ndonjë dëshirë, ndonjë mesazh këtu në live modetën? Po të dëgjoj, ma thuaj. Vetëm do ndihmë për kempin. Që ta rikthejnë sërisht. Po. Dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet. Dhe uroj më të mirat për ty e dashur Ridiona, uroj të shërohesh sa më shpejt dhe të bësh një doktoresh e famshme. Faleminderit. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, unë do flas dhe me mamin tuaj për pjesën e kempit, ku ajo do më dërgoj dokumentat më vonë dhe do bëj të pamundurën që të ndihmoj familjen tënde dhe ty. Kështu që të pudh dhe të përqafoj dhe të uroj më të mirat e kësaj bote. Miropafshim, zemër. Miropafshim. Miropafshim.
Le të vi Ornela, me nga dalë të marri mami të shty atë karrike, që mos të lodhesh, e do flasim prapë të dyja bashk, nëse dëshiron. Përshëndetje. Përshëndetje zemër, si je? Mirë, faleminderit, juve mirë. Jeni nëna e vajzës Eridionës. Po, zonja. Mund të më tregosh çka ka ndodhur me Eridionën për të më shpjeguar edhe sëmundjen e saj. Vajza e njihte shumë mirë, mi tha të gjitha emrat e sëmundjes. Një vajzë shumë e zgjuar dhe çapkëne, dhe më vjen keq që i ka ndodhur kjo gjë. Po mund të më tregosh historikun? Po, ata i kam filluar frakturat që në moshën 3 vjeç e gjysmë ka qenë, kur ka bërë frakturën e parë. Po. Se ne nuk e njihnim më parë këtë sëmundje. E qa? Ka bërë 3 fraktura rresht, pastaj e kemi njohur si sëmundje. Vajza ka qenë 3 vjeç e gjys kur pati probleme me që ju thyen këmbët 3 herë njëra pas tjetrës. Po, që filloi frakturën e parë. Po, dhe çfarë ju thanë mjekët pikërisht? Po, pastaj konstatuam që vuante nga osteogenizi, ashtu doktori. Më parë nuk e dinim. Dhe fatkeqësisht vajza kishte lindur me këtë problem, me këtë sëmundje. Po, është e lindur, është sëmundje e lindur, kjo nuk është. Por më tregoi vajza që shumë herë kishte thyer këmbën. Do me thënë qëndrimi në këmbë, ecja, nëse ajo bie me njëri thyet kocka e këmbës? Po, ja këto frakturat e fundit i ka bërë me 6 muaj tash i ra që në këmbë binte. Ka bërë em në shtator, em në mars. Fraktur prapë që ka bërë me operacion. I kemi bërë operacione. Dhe kur i ka ndodhur kjo, në shtëpi apo në? Në shtëpi më shumë, në shtëpi këtu. Është e dhimbshme në fakt. Në gusht e bëri një këmbë vit, duke i që pasaj u rëzua thevi titrën, ata e kështë me auqite kështu. Këtë të dytën e bëri me operacion në shtator pas. Tash në mars prapo këtë bëri 2 frakturat të njëjta, të njërës, të dyja këmbët i themi. Tash në mars. Dhe ajo ka frikë që të eci dhe më shumë lëviz me karrocë, sepse ka frikë se mos thyen sërish këmbën. Po, atë duhet shumë kujdes, një rrezim të litë të bëj ajo do t'i syen. Por mjekët çfarë kanë thënë? Është një sëmundje, le themi e vështirë, por çfarë kanë thënë mjekët? Domethënë për të ardhmen e vajzës. Tash vetëm rrezime të mos ketë, thonë, ata do shumë kujdes, të mos rrëzohet fare. Por ajo jo se pengohet, thjesht nuk mban dot qëndrimin, nuk qëndron dot në këmbë dhe prandaj bie. Po, për njëre të rëshkasa këshu, që në kemë ka opa e rëshbije dhe. Dhe qëfar thot vajza? Qëfar të thot? Se është e dhimbshme, të shikosh vajzën në karrike me rrota dhe mos të ecit, sepse mund t'i ndodhi e njëjta situatë që i ndodhi tani në gusht. Po, ashtu është të gjitha të shumë mirë, ashtu, ajo sa filloj të eci pak, ajo rëzohet, taqe. Por situata sa vjen dhe përëndohet, apo ka qenë më mirë për para, kur shkonte në shkollë? E në shkollë me ashtu, me frike të qonim. I ka ndodhur një situatë që këtë rënë? Jo, në shkollë jo, nuk ka rënë, vetëm këtu në shpina ka ndodhur. Por mjekët çfarë të kanë thënë për të ardhmen e vajzës? Po tash na kanë dhënë një shpresë, se dimë sa është deri në 18 vjeç. Dhe pas moshës 18 vjeç mund të ketë një ndryshim, thonë. Të kotë. Për përmirësi. Ne urojmë me zemër që të ndodhi kjo gjë, sa vajza të mbushi 18 vjeç dhe të ndodhi kjo ndryshim me kockën e saj ku ajo mund të ecë. Qoj njërë 3 muaj në një klinik private në Tiranë, është. Këtu e mjekoni vajzën, në Shqipëri, në Tiranë? Po, në Tiranë është Rigeta Ktona, një doktorish, që e qojnë më rovën të lotë. Që e ka marrë përsi? Ajo e ndikë, që qojnë njërë 3 muaj që i ben analizat e kontrolet, që duhet të bëj shumë, për njërë 3 muaj duhet i bëj patitër analizat komplet. Që i bje dhe kjo sëmundja që e vitaminën D i ullet, të japin vazhdimisht. E kuptoj, vitamina D i jepni me shumicë vajzës, besoj se depozitat i ka bosh me vitaminën D dhe vitamina D është e lidhur direkt edhe me kockën. Është e kuptueshme kjo gjë.
Dhe në Gjilperja bëjmë prapë njërin 3 muaj. Po Dhe marrim në Itali se këtu nuk gjendet, dhe atje me zore kemi gjetur. Vitaminën D. Jo, është një gjilper tjetë, i bëjmë një gjilper dhe kështu me sarume merë, venoze. Por si është një ditë e vajzës tuaj? Në spital. Jeni ju që kujdeseni për të? Po unë jam me te duhet të rriu, nuk punoj dot, s'kam ku, e të shkoj në punë nuk shkoj dot, e s'kam ku t'jale. Sepse do t'jesh prezent Po, me të të duhet të arruar shumë. Ajo dukën, do shumë kujdesë, një rëzim i vogël ne po rrim shumë me frikë, nga minuta në minutë mund të ndodhi diçka thejmë. Dhe është e dhimbshme. Po, ashtu është. Vajza ishte optimiste dhe më vjen mirë që ajo lufton fort për veten e saj dhe pse për brenda mund të vuaj që pse nuk eci dhe unë si gjithë shoqet e mia. Po, na i sot dhe atë. Pse mua të më ndodhin këto sot, përse. Dhe si mundohesh t'ja shpjegosh e dashur Ornela? Po i flasim që të vemi, themi ne, këto do përmirësohesh, do ecish, edhe ti do ecish si shoqet. Por me kempin çfarë ka ndodhur që të ma shpjegosh? Vajza është trajtuar me kemp. Po, na 2 vjet na kanë dhënë ndihmë sociale të zësh tamam kim. Ndihmë sociale nga bashkia, jo se ka marrë kemp. Po kështu dhe si që janë këto, jo nga bashkia që jep shteti që japin ndihmë ekonomike të është fëmijë. Po tani është ndihmë ekonomike që e merr nga shteti apo kemp që trajtohet për sëmundje që ka? Po ndihmë ekonomike ishte 77, njëra i dhanë 120, pastaj na i për 77, është i 88 po vepte, po na i prejnë fare. Por me çfarë motivi u ndërpren? Po, hoqën kanë hequr kodin sëmundjen, i kanë hequr nga kimbi, nga këto që përfiton. Pra, Nuk përfiton kjo diagnoza. Vajza është trajtuar me kemp, sa po kuptoj unë dhe i është ndërprer kempi. Po. Por ju kur i keni shkuar te zyrat e kempit e pror, ju është dhënë përgjigje që është hequr kodi i kësaj sëmundje? Këtu në Korçë, në Pogradicë, atje s'na kanë çuar akoma. Na thanë të bëjnë ashtu, pas na i vënë një kërkesë këta, s'na i vënë këta të Pogradicit këtu, e të Korçës. Mirë, ti epikrizën e vajzës e ke? Të sëmundjes? Po, e kam. Po, ma ka dhënë, bile e kam në spitali ushtarak, ma ka lëshuar doktor Alfred Cakja. Atëre me epikrizën e vajzës ti mund t'i drejtohesh kempit e pror këtu në Tiranë. Sepse sëmundja... Duhet një kërkesë, po nuk na japin këta të Pogradicit, tash këtu edhe të Korçës. Tani se s'ka kuptim. Para 2 viteve Pogradici e njifte si sëmundje, tani na i ka hequr si sëmundje. S'ka logjik kjo gjë. Përderisa ata e kanë hequr nga ajo që janë në kjo diagnozat, i kanë hequr shumë diagnozat. Për të shkurtuar numrin e kempeve, kanë hequr diagnozat. Kanë hequr diagnozat, kjo nuk e dim, kjo është sëmundje trashëguar, nuk është e shërueshme. E dashur Ornela, e kuptoj që të është ndërprer kempi dhe kërkon që ditën e sotme të japësh një mesazh. Kush është mesazhi që do i drejtoheshe kempit e pror? Pikërisht për vajzën tuaj të vogël. Po që të më ndihmojnë me një ndihmë, le që për vajzën, po e për mua të kisha një ndihmë, se unë nuk mund të punoj tani, e di gjithashtu. Nuk vetë të punoj dot, se duhet i shërbej vajzës. Ta qoj në banjë, ta ashtu, se nuk është, ashtu nuk vend do të asë një veprim. Qartë, nësa ajo do i bënte veprimet vetë, nuk do ishe sot me mua, unë të besoj 100% për këtë pjesë, por që uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet dhe ta kuptojnë institucionet që ajo vajza jote është në një karike me rrota, ka një sëmundje të trashëguar në kockë që nuk mund të eci dot dhe shpesher ka rënë dhe kocka i është thyer dhe ka bërë dhe shumë operacione. Uroj që të dëgjohet zëri juaj, që ajo të marrë atë kemp, sepse mbi të gjitha ti je një nënë që nuk shkon dot në punë, më the, dhe i kujdeset 24 orë për vajzën tënde, Eridionën. Ajo do prap operacione tash që ti qenë bllakat që ka vënë. Se ka vënë për një vit.
Po, në të dyja kembët ka pllaka, ka hikur. Dhe duhet të hiqen tash në rritje, nuk mund t'i mbajë. E qartë. Do ta futin prapë në operacion që t'ja heqin prapë. E kuptoj. Mirë, uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet e dashur Ornela, të përshëndes dhe të pudh nga Tirana. Faleminderit, tita. Urojmë dhe shpresojmë që zëri kësaj vogëlushe, ditën e sotme të dëgjohet këtu në live më odetën, pasi ishte ndërprer kempi dhe ajo shpreu dëshirën që kempi e Pro Risolucione ta dëgjojnë dhe t'i rikthejnë kempin sepse ato para sigurisht i duan familjes së saj. Uroj të bëhet më e mira për këtë vajzë dhe lutemi dhe urojmë që të shërohet sa më shpejt 10 vjeçaria nga Pogradeci. Mirë të dashur miq, ne do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për minuta të tjera, pasi një tjetër personazh është duke më pritur ditën e sotme, ka një histori për treguar, kështu që hap dritaren dhe e dëgjojmë së bashku. E dashur Tatiana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Jemi të dyja së bashku për të folur për ngjarjen e rëndë që ndodhi në familjen tuaj, ku fatkeqësisht motra juaj e ndjerë, Mariola Myrtollari, u vra nga bashorti i saj, mos gaboj 4 qershor 2023 ka qenë. Po, Odeta. Dhe la 2 fëmijë të vegjël. 3 fëmijë. 3 fëmijë. Aktualisht 3 fëmijët e motrës ç'a moshe kanë? 17 beri goca e madhe tani, 13 edhe 8 çuni. Për të 3 fëmijët kush kujdeset sot? Unë Odeta. I ke marrë ti fëmijët e motrës? Fëmijët i kam unë Odeta, kujdestaria s'më ka kaluar akoma Odeta, s'është bërë asnjë gjë. Nga shteti asnjë ndihmë, asnjë gjë. Gjithani për fëmijët. Prandaj ti je sot këtu në këtë live me mua për të treguar të gjithë këto problematika që po has pas vdekjes së motrës tuaj. E dashur Tatiana, si e morët vesh lajmin? Çfarë ndodhi në 4 qershor të vitit 2023 në familjen e motrës tuaj? O zemër, siç e kam thënë edhe më përpara, ata vazhdimisht kishin shumë konflikte. Më merr goca e madhe e motrës, më merr nga ora 6 mbas ditës 7. Po. Edhe i tha, tezë tha, ata kanë konflikte, tha babi, tha se e kishte bërë plan një javë para për ta vrarë motrën. Mirë, po tani goca se ka qenë shumë e traumatizuar dhe nuk i tregonte. Një javë para e merrte në Voskopoj, e merrte kudo motrën veç që ta vriste në Malt. Të mërshme. Po i tregon goca tani, ne nuk e dim. Nuk e dim se si azuri zoti motrës time që nuk e kuptovi domethënë nga një kriminal që po i merrte jetën. Çdo gjë ishte me planifikim. E mori në Voskopoj, ai që do vëm do ham një darkë, i kishte thënë. Goca e madhe i ra mbrapa. Merr taksin goca e madhe, thot mami mos shko me të vetëm, thot. Fëmijët mos i merri, thot, si me motre ai. Mos i merr fëmijët mbrapa, do ham të dy. Ikën merrti me motra i me taksi dhe ikën për në Voskopoj. Goca e madhe i bie mbrapa me taksi. Ajo i del, e shikon çupën që po i vete nga mbrapa edhe i del, thot pse na vjen mbrapa tim. E më për ta ngjitur në mal për ta vrarë. Nuk e vret dot atje motrën. Vjen dark pasaj, thot merr goca e madhe tezë, thot ata, ai bën sherr me mamin, thot. I bie motrës në telefon, motra nuk ma hap telefon. Nga ora 8 pasaj, nga ora 8 nuk e mbaj mend se si ka qenë, e merr 2 kalamajt e vegjël i nxjerr për jashtë, siç e kam thënë edhe përpara. Goca e madhe kishte dalë pak përpara me shoqjet e veta. 2 fëmijët e vegjël i nxjerr jashtë. Sa zbresi fëmia jashtë në përshkallë, dëgjojnë të përtitrat e motrës time, më lësho Klodi. I trokasin derën fëmia vegjël që thot hap na derën, no babi, ai në atë kohë që trokasin fëmia hap derën me thik në dorë, ai largohet, e kap goca e dyta, thot o babi, është mami gjallë. Ai nuk i kthen përgjigje gocës, po merr shtyn gocën. Më 2-3 shkallë më poshtë ishte çuni, e kap çuni për këmbë, thot o babi, është mami mirë. Nuk i kthen përgjigje, ai aratiset, siç u aratis, mbas 2 ditëve është dorëzuar. Ai me thik në dorë ka dalë nga dera e shtëpisë. Me thik në dorë, po, me thik në dorë ka dalë. Ka vrarë motrën tuaj dhe është larguar.
Larguar. E ka lënë motrën time të shtrirat i ke dhoma e gjumit, ja ka prerë si që kam folën për para, kanë vajt dhe policia, i kanë parë zorët e motrës në për shtëpi. Vjen pasaj mbyllet ato dyert janë që mbyllen nga brenda dhe nuk i hapin të dy vegjlit, se në atë kohë del ajo dhe e shtyn derën. E mbyll derën prap, motra ime mbetet brenda. Vjen goca e madhe pasaj, ulurin goca e madhe, dëgjon motra që nga brenda, del motra pasaj në përdhomat, ishte e kap në për muret, akoma muret me gjak, ishin ku kemi vatur kemi farë, hap derën atje i bjet fik motrës. Lajmërojnë në fëmija ambulancën, të merojnë dalin gjithë pëmshin, marrin ambulancën e qojnë, e marrin e qojnë në aperim, e putin direkt në operacion, na merr goca pasaj thot teze, thot e kemi futur mami se kështu shue ka godit babin me ti. E kena fut në aperim, në sallën e aperimit. Iki që këte unë bashkë me vllajin, se jemi të në Tiranë, në orën 12 kemi arrit unë Korç. Ka hyrë në orën 9, në aperim ka dalë në 6:30 të mëngjesit. Atje hymë që si del nga sallë në aperimit, vinë të bashkisë të Korçës që të mershin fëmijët, të 3 fëmijët. Ynë brenda marrin deklaratën e motrës, se atje pliste motra. Marrin deklaratën e motrës, fëmijët mos mi loni, tha fëmijët mi marrin motra. Amma tha fëmijët mos mi lini rrugëve dhe se mi vret 2 fëmijët, po fëmijët mi marrin motra, tha. E la amanet. Amanet, yri më kërkovën mua ata doktorët, pastaj ai dyr brenda tha të kërkojnë motra, yra brenda tha motra, vetëm fëmijët mos më lerta, se më vret edhe fëmijët. Aman, vetëm me lutë që aman, thoshte, jepën lek doktorëve, thoshte që mos iki, thoshte, vetëm jepën lek doktorëve, thoshte, motra nuk ikën për lekti. Kaq kam folë me motrën, s'ka folë me. Pas goditjeve që mori nga bashorti i saj dhe sa orë jetoi? Jetoj dhe e kemi sjellë tu me helikopter tu në trauma, ka bërë dhe 5 ndërhyrje të tjera dhe mbas atyre nga Korça e sollët në spitalin ushtarak këtu në Tiranë. Po. 48 orë kanë mbajtur në Korç, mbas 48 orëve kanë sjellë tu me helikopter e kanë sjellë. Goditjet i ka pasur në barkë me thik? E ka pasë në pankreas të stomaut, nuk i ka lënë vend. Duart ja kishte prerë komplet, duart gishtat ja kishin qep komplet, barku domethënë komplet të qarë nga stomaku, nuk i kishin në vend. Këtu në rrezveshit e kishte putthik, ja kishte qarë. Nuk i kishte. 17-18 thika e kishte futur vetëm në barkut. Veç pjesët të që kishte në për duart, në për. Pas 5 ditëve motra ndroi jetë, nuk mundi dot t'i mbjetonte këtyre plagëve kaq shumë të marra në trupin e saj. Pas 25 ditëve. Ka bërë dhe 5 ndërhyrje tjera veç pas 25 ditëve ka vdekur. Ka ndruar jetë. Ndërkohë, e dashur Tatjana, sa vite martesë kishte motra juaj me Aleko Myrtollarin? 17 vite martesë kishte. 17 vite. Por 17 vite martesë. Çfarë konflikti kanë pasur mes njëri tjetrit, një konflikt që ka çuar në ekstrem, i mori jetën motrës tuaj? Konflikti skamja, se kë nuk punonte. Ky ishte bixhozi, ky ishte drogaxhi, ky ishte i gjithave. Ky vjeste, këta e di gjithë zona e Korçës, unë nuk e di se si e mban shteti atë, nuk e di se si s'po e merr dënimin që ta nxjerrin dhe ta varin dhe të marri shembull Shqipëria. Se po na vritet motra tona, sot është motra ime, nesër është një tjetër. Po vriten bijat e nënave, po vriten nëna fëmijësh. Dhe po i lën të ardhmë në Shqipëria, po e lën rrugëve. Nuk po interesohen për këta fëmijë. Mua nuk më ka erdhur njëri nga shteti që të më interesohet ku janë ta fëmijë, a kanë të hanë. Si situata ime është e njëjtë. Edhe ta nxjerr tash situatën time me kamerë, unë situata ime është e njëjtë. Çfarë do bëjnë 2 duart e bashkëshortit? Që punon në ndërtim gjithë ditën, ma mëngjesin darkë. E dashur Tatjana, më lejo, ndoshta edhe të lëndoj me pyetjet që bëj, më mirë kupton, nuk dua të lëndoj, të kujtoj plagën e vjetër të motrës. 17 vite ajo është dhunuar, pse nuk ishte larguar prej tij, pse nuk ishte denoncuar në polici, por e mbajti derisa i mori jetën. Faktikisht çuni ishte shumë i shtëm pas djathtit. Gocat ai nuk i do të çunin e donte. Thoshte, jo, thoshte si ti le fëmijët, se ne i thoshim vazhdimisht. Ne e merrshim në shtëpi, vazhdimisht. Lere sa ne vizim që nuk ishte për te.
Gjithë jetën ajo ka jetuar me krahët e 2 pleqve që rinte në fshat dhe mbliste lule dhe ante aty 17 vjet. Ante në krahun dhe e ka mbajt dhe babi im atë. Atë lloj mostre se njëri nuk mund t'i thuash atij. Atë di gjithë porodina, di gjithë koça që ajo ante në krahun e babit tim. E mbante babi im gjithë jetën. Hatri çupës. Se thoshte çupa ku të shkoj thoshte, se neve jemi edhe vetë kallaballek si njerëz dhe me fukarallek. Ne prindrit me fukarallek të madh ku ti çoj thoshte 3 fëmijë. Ku ti le babam thoshte ku ti rri. Dhe nuk për këtë arsye nuk e linte. Më vjen keq thoshte. Ta le thoshte rrugëve, po e lash unë rrugëve, ky rrugëve do rri thoshte. Motra juaj ka qenë 38 vjeç, por ai sa vjeç ka qenë? Ai 40. Nuk e di 3-4 vjet ka qenë më madhe motrës time. E kuptoj. Ndërkohë motra ti kishte shprehur e ndjera, shqetësimet, dhunën që ai ushtronte. Ja, dinja unë o zemër gjitha dinja gjitha dhe t'ja mor, këtu e mora pa ndodhur Ngjarja. Kjo që ndodhi, e mora këtu në Tiranë, i kam paguar qiran. E ndave nga... Po, e ndava, nuk bëj me këshu, e mori nuk bëj me këshu, sa nuk do shkoj mirë, dojmë të dy në punë, nuk do bëj mirë, po goca si që s'kam thënë që është çuni me epilepsi. Djali vogël. Dhe ky, po, çuni vogël. Dhe ky e do njëri nga mbrapa, nuk mund ta lesh domethënë se nuk di se ku e zën rrugë, zën gjumë, zën faktikisht në gjumë. Shpesh herë ma zën në gjumë. Zot i madh nuk ma zën rrugës, ai del lot, nuk mund ta lesh. Dhe doktori, e mora këtu, e puta në punë, ja regjistrova dhe fëmijët në shkollë, sa kam bërë fëmijët, 2 javë shkollë, mi ka marrë, mi ka hequr për shkollës. Ma mori, ma gënjeu, s'qama një pulovi, dhe më thënë, ma hoqi. Nuk kam qatë bejo motër, thoshte, do vete, ati ku thot ajo do vete. Shkoj në Korçë pasaj. E dashu Tatjana, pra, pasi ti mundove që ta ndaje nga i bashkëshor që e dhunonte, ajo shkoj sërish tek ai, do të thotë e ka dashur. Nuk e dëgjoj se them. Donte se ne nuk ishim njerëz pa shpirt si puna tia që e mbajti 17 vjet me bukë, edhe në momentin që e vrau, ja ngri bukun pa e ka vrarë. Ka ngri bukë pa e ka vrarë, pe duarve të saj. I ka bërë, bile më fola, para se tashu nuk ma hapte telefon, fola, çfarë po bën me motër thash? Po kishte marrë 1 kg mirë, kishte dhënë ajo komshia, edhe ca kozë, veta, pleta qepe, nuk e di çfarë, po bëj lakror, tha, se lakror i themi ne nga Korçë. Po i bëj fëmijë lakror, tha. Dhe ma tregovi kthevi telefon dhe ma tregovi me kamerë, që po mos bësh hamat, tha. E mirë, hajt, thash, i bëft mirë, thash, edhe natën e mirë. E mbylli. Unë ja pash se të me lot kësaj. Se kishim debatuar. Si u kthye që nga Voskëpuja që u kthye aty kishin debatuar prapë. Se kishte dashur të rinte gocën të madhen. Pse na erdhe mbrapa? I me motër nuk i lata godiste gocën. E fillovi sherri. Jo do shkosh në punë ti, tha. Në të kam gjetur punë rroba qepsi, do shkosh në punë, tha. Djalën do e mbaj unë, tha, do shkosh të dyja me të birë. I thoshte për çupën. E qartë, e kuptoj. Ane. Motra tha, zirë punë ti, tha, se dhe unë do zeta, ata një baraj se më qeshon baron në shkollë Kalamajt. Mbajnë fëmija çuni, tha, dhe unë do edhe unë punë, tha. Po hyrë zirë punë ti. Ky rinte i pirë, rinte rrugëve, ky se kështë e mendjen punonte. Te di gjithë zonë e Korçës, gjithë policia e Korçës, se ky vizte, policia e Korçës e nxirrte. Ky bënte ty lipudalliqe, policia e Korçës e nxirrte. Ai ka qenë përdoruesi i alkoolit, por ka pasur probleme me shëndetin mendor, sa mos ka pasur ndonjë çrregullim. S'na ka shfaqur që kishte i çrregull nga truri. Ai po t'ishte me tmeta mendore, ai kishte vrarë vete, nuk merrte nënën e 3 fëmijëve që i la 3 fëmijë të rrugëve. Ai po t'ishte me tmeta, kishte marrë veten e vet, jo të linte nënën, merrte nënën të linte 3 fëmijë rrugëve. Pas ngjarjes së rëndë dashur Tatjana në 4 qershor të vitit 2023, kur pikërisht Aleko Myrtollari goditi me thik disa herë motrën tuaj dhe la të vdekur, ai u largua me thik në dorë dhe u arratis. U arratis mbas 2 ditëve është dorëzuar vet. Është dorëzuar vet policisë. Është dorëzuar vet. Ai ka pranuar krimin dhe i është dorëzuar policisë së Korçës. Aktualisht është prapa hekurave. Është dënuar, e ka marrë dënimin? Ja, akoma ja.
Unë me këtë po bëj, abi do më thënë me këtë shtetë, si ka mundësi që e mban, duhet ta merrte dënimin e prerë direkt, unë nuk e di, unë me anë bërë 6 heq kam vajtu në Korçë. Unë tani kushtet nuk i kam, që të vete në Korçë. Në seancat gjyqësore. Po, Ndërkohë me familjen e Alekos, ju keni kontakte me motra vëllezër të tij? jo. As fëmijët, as 3 fëmijët nuk kanë kontakte me njerëzit? Jo. Fëmijësit. I biri vetë u mori nanën e tyre, i ka lënë 3 fëmijë të rrugëve. O deta nuk di çfarë them. Tatjana, e kuptoj, ai është një njeri që është pasekurave sot dhe do marri dënimin e merituar, por nëna baba i tij, motra vëllezrit mbase janë të pafajshëm në këtë histori. Dhe prandaj po të pyes, fëmijët a kanë kontakte me gjyshen, me hallat, çfarë kanë? Jo, nuk kanë kontakt. Ata nuk kanë interesuar asnjëherë? Jo. Në momenti që ndodhi ngjarja ti, të 3 fëmijët i morën shtëpinë tënde. Në momenti që ka ndodhur ngjarja, që sa kemi marrë motrën që ka sjell helikopteri këtu në Tiranë, fëmijët i kam. Gjendja e tyre padyshim ka qenë e rënduar momentet. Shumë e rënduar zemër, asnjë psikolog s'më shëndos për fëmijët, asnjë ndihmë edhe nga shteti. Kam kapur avokat me ndihmën e shoqërisë që kam në një rrjet social. Kam kapur avokati akoma nuk më ka bërë punë, fëmijët akoma s'më kaluar janë proces gjyqësor, s'më kanë kaluar akoma që ti marr kujdesarin. Dhe më ka prish shumë punë. Ti sot je në një luftë, le të themi, me drejtësinë shqiptare, sepse edhe pse është mbushur viti nga ngjarja e rëndë që i ndodhi motrës tuaj, që humbi jetën, ti nuk arrin dot të marrësh kujdestarinë e 3 fëmijëve. Se kam marrë akoma zemër. Si është gjendja e 3 fëmijëve të Tatjanës sot? Një vit pas ngjarjes, që ti je bërë nën për ata. Nuk di, shumë e rëndë. Për 2 vegjëlit thash, nuk di çfarë të them. Janë akoma të traumatizuar. Akoma 2 vegjëlit do mos çuni to tezë thot. Unë do punoj akoma e ka idenë se do zbresi mami, thot. Do punoj, do blej një shtëpi thot sa të put motrat edhe mami thot edhe. Atë nuk e dua thot ta put në shtëpi thot. Po do punoj se do a zbret mami për sa vite më zbret mami nga lart thot. A do e më rritur thot kur ka zbritur mami? Ma priton shumë keq çuni. E dhimbshme. Shumë keq. Çuni një javë në 2 ditë më thot më hajde më çon e marrëza thot. Të di çfarë foto do të thua? O mami thot pse nuk bëre vend edhe mua thot më marrësh edhe mua këtu. Që ti thot çuni shumë neve. Nuk e dua mjetën asnjë. E dhimbshme, shumë e dhimbshme. Që vetëm ai çun në mban se edhe unë nuk e donja jetën, po vetëm ky çun që më ka më la penki me motor, e kam penki edhe unë sa të kem jetën. Është e kuptueshme, ata e ndjejnë mungesën e nënës dhe mbi të gjitha ata kanë ti mbaj si do që ti mbaj odet, si do që ti mbaj prap. Nënën e vetë kërkoj. Ata kanë qenë prezent në ngjarjen dhe është një traumë që mua më vjen keq që s'ke mundur dot ta trajtosh djalin të paktën më të voglin me një psikolog. Jo, s'mjan, tash nuk mjan gjendur. Tash shteti jo nuk e di se ku po jetojmë. Nuk e di. Që të dish ta zgjojnë në gjendjen time, zgjojnë gjendjen e fëmijëve. Fare u det. S'kam pa ndihmë domethënë nga shteti. Shteti mban me djersën e popullit, me taksat e popullit mban maskaren në burg. Fëmijët tash në Shqipërisë e rrugë. Po vajzat, gjendja e vajzave si është? Edhe e madhja nuk më mbledh, nuk e mbledh truri. Edhe e vogla harrojnë shumë, çdo gjë domethënë nuk janë të përkushtueshme, e kanë mendjen vetëm kanë nëna vet. Sa do me tezë, thoshte, me tezë, thotë, si na lanë me kështu rrugë, thotë, si na lanë babin me kështu rrugë. Që s'mendoj pramari, do të palë për ne që nuk na donte. Në shkollë i ke regjistruar, shkojnë? Po. Shkollë. Po për babain? Shkollë. Çfarë thonë? Se mungesën e nënës padyshim. Jo, nuk e duan, o tezë do ndrojmë mbi emri.
Na mori nënën, do marrim emrin e dajove, nuk dua me emrin që kemi, do çka bëni. Duan të ndryshojnë dhe mbi emrin. Dua të ndryshojmë emrin, si ndryshohet ato tezet të që. Nuk ka shkuar asnjëherë të takojnë babai në burg? Jo. Dhe kur kam mbajtur kur vajta këtë radhë datën 18 të këtij kisha gjyqen dhe nuk u bë seanca për arsye të një gjyqtar ishte këtu në Tiranë dhe nuk u bë. Mora dhe çunin. Po ti vetë, a do dali, thot, a ka pistolet vetë ta vras vetë, do ta vras po tezë, thot, ajo makina që është e policisë, se ç'vin ke makina e policisë, atje është ai maskaraj është. A ka me pistolet është t'ja marrë, është ta vras, është siç vrau mami. E kisha çunin me vete, 3 fëmijë kisha me vete. E dashur Tatjana, historia e motrës tuaj është një histori shumë e dhimbshme. Domethënë asaj ja ka marrë jetën burrin në kulmin e moshës, 38 vjeç. E vrau, la 3 fëmijë në mes të rrugëve. Jeni ju tashmë në fakt tezja dhe tezet janë ato nënat e dyta për Nipri dhe Mbesat që po kujdeseni. Babai i tyre ndodhet në burg, ende s'ka marrë dënimin. Padyshim ai do dënohet. Fëmijët kanë krijuar një urrëtie shumë të madhe për babain se ju mori nënën. Ju mori jetën e nënës. Ndërkohë gjendja e fëmijëve nuk është mirë. Ti po bën një luftë të madhe me drejtsinë shqiptare për të marrë kujdestarin. Por pse nuk ta kanë dhënë kujdestarin? Domethënë ku qëndron problemi? Sepse ti po i mban fëmijët dhe ti po e kërkon kujdestarin. Po, flas me avokatin, thot unë i kam thot. E kam çu thot dosje, thot e kam çuar letra thot. Unë nuk i di se nuk di, lek s'kam që të kap avokat tjetër. Si kam kushtet radhën si audin, ne kemi të çdo gjë në dorën e Zotit. Jo, është çështja se dosja juaj akoma nuk është marrë në shurtim, nuk ka nisur seanca gjyqësore apo ka ndonjë problem që nuk ta jep gjykata ty kujdestarin. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Flas me avokatin po do presin. Por nga pala tjetër, nga ana e babait, dikush ka kërkuar kujdestarin? Jo, nuk është pengesa nga ata, jo. Nuk është pengesa nga ata. Por, Tatjana, ju merrni ndonjë ndihmë për 3 fëmijët, sepse ata kanë mbetur jetim? Jo, asnjë zemër, as edhe 100 lekë. Çdo gjë është me komuna e Kasharit që i ka si në kujdes fëmijët, jo. Po s'more kujdesarin nuk kemi çfarë të bëjmë ne vetë. Fëmijët i ke regjistruar nga Korça, i ke sjellë në Tiranë? Po, si komune Korçës mi ka kaluar në komunën e Kasharit. Dhe ata fëmijë në trumun familjar janë me babain, me kë janë? Me babain nuk e di. Komuna e Kasharit, domethënë nuk ka dhënë asnjë lloj ndihme për 3 fëmijë. Asnjë gjë. Jeta juaj është bërë më e vështirë, se dhe ju keni familjen tuaj, fëmijët tuaj. Kam dhe 3 fëmijë zemër dhe unë. Ti ke 3 fëmijë? Kam 3 fëmijë. Dhe 3 të motrës, 6 fëmijë. Dhe si a del? Që beja vete e buri që në piksa banë, që i kam buri mundohet, që ju thot, dhe më thënë tëre, bëjmë pushim djelave, i thot, vje mund të ta bëj ditë punë, thot. Tëre bëjmë si bëjmë pushim ditë në djelave, burim, i këm punë. Vetëm çfarë punon bashkëshorti? E në ndërtim. Unë e di shumë mirë Tatjana që kushtet nuk janë fort të mira në familjen tuaj. Ty motrat la amanet fëmijët dhe ti i ke marrë në shtëpinë tënde dhe kujdesesh. I quan të 6 të tutë tashmë, një lloj dhe nuk i ndan, jam i sigurt. Ata janë dy fisht. Ata kanë dy fisht. Dhe jam i sigurt për këtë gjë, që ti nuk i ndan fëmijët e tu me fëmijët e motrës. Unë e zemër që ky live që ne sot zhvilluam të dyja Tatjana të dëgjohet nga institucionet, të reagoj komuna e Kasharit për 3 fëmijët jetim, që ata të trajtohen jo vetëm me paketa ushqimore, por dhe me ndihmë financiare, sepse babain e ka në burg se u vrau nënën, dhe ata kanë ngelur të 3 dhe je vetëm ti që kujdesesh dhe ti akoma s'ke marrë kujdestarin e tyre. Se ka marrë akoma, se ku qëndron problemi zemër nuk e. E dashur Tatjana, motra juaj mbushi vitin, është bërëngje lart në qiell, por plot momentet bukura.
Ti ruan në zemrën dhe në mendjen Imi i fundit ka qenë vjetë për 6 maj. Aty në Korçë është një vend i shenjtë, që vjen e bëjnë si fest. Edhe a ditë kam shkuar, unë jemi pjekur të 3 motrat, që s'piqim në njerë, se një kisha punu një rajon, dhe nuk kishim pjekur njerë 3 motrat. Edhe i lajmëron mami i thotë motrës time Mariolës, do vitana nese në Korçë, thotë. Kjo vetë ke motra tjetër dhe nuk i bësh amat motrës që vjen tanë nga Tirana. Shkoj ke kjo, më falë. Po. Shkoj ke motra e dytë unë që është, unë jam e madhja e fëmijëve. Kur shkoj në përshkallët edhe e busqeshur edhe më delë. Po ti thash unë, ty s'të bëra shamat, tash nuk më në telefon. Se mos më shpëtoj mua telefonata, unë e mora vesh. Dolëm pim kafe a ditë, festuan qeshëm, bëm ta në tha në 15 maj unë kam ditë lindjen, tha, që nuk është e bërë asë një jetën e vetë, asë një nuk është e festuar. Thash po sa erdha, thash me Lola, thash s'ka mund që t'vi prapë, thash se 6 maj, thash me 15 maj, për 2 javë nuk vitot me, thash. Ajo më kam vetur pengë, këtë thash që ta dhja si ishte ditë lindje e fundit, në fund verit, të kisha gjithë dhe të kështë shku. Ishte momenti që të 3 motrat ishit bashk. Bashk. Një muaj para ngjarje si bie. Një muaj që ka qenë fiks 6 maj, e në 15 maj festovi ditë lindjen, që se kështë e bërë njërë, thash, një jetën e vetë që të festojmë, as ne prindrit edhe as ne burat nuk i festojmë, se si. Nuk e di, thash, a i pekë më kam vetu gjeti vetë atje. Se nuk i vajta, pa se bëra pishmam, se nuk i vajta. Ma vjen keqa, ishte ditëlindja e fundi që festoj motra juaj, fatkesisht, kështu ishte shkruar, fati saj një fat shumë i dhimbshëm, por bashkëshorti Aleko, momenti që u arrestua nga policia, e pranoi krimin, ai u vedorzua në fakt. E tregoi në polici për çfarë e kishte vrarë motrën tuaj, domethënë çfarë tha në deklaratë? Ka deklaruar e brava për arsye familjare. Për arsye familjare? Arsye familjare. E ka deklaruar në letrat. Dhe arsyet familjare sipas ti kush ishin? S'kam një. Ajo është zgjidhja, s'kam një që të vrasi grua. E të mërshme. Që e ka deklaruar edhe në matë, a i bërë me paramendim nuk e kështë arsye, se arsye në bëmë dhe motra ime. Fëmijët e kishin kuptuar dhe vajza e madhe e kishte ndjerë që atë ditë diçka do ndodhte në familja. Vajza e thoshte, mami, mos shko së shte, sa i nuk e kështë bërë në herë që t'jep të dreka, t'jep të darka ju. Pasi se kështë bërë njërë në vete që ta nëzirë dhe motrët time, as për kafe, as për dreka, as për darka. Mami, mos shkoj, tha. Dhe shkoj, mami, dhe shkoj. A i se kështë bërë në herë që nëzirë dhe motrën time, po goca e madhe efikase. Ky se vravi do të në malë, pasaj erdhe vravi në shpi. Dhe gjithë ngjarja është zhvilluar po atë ditë. Po, ajo ditë ka qenë, që nëzori ta vriste në malë, tande, se vravi do të nësera goca mrapa, e vravi në shpi. Të shu Tatjana, motra juaj e ndjerë u varros në fshatin ku ishte martuar, në vendin ku ishte martuar, apo në varrezat e familjes tuaj? E kam këtu zemër, e mbajta motrën tu. Në Tiranë? E kam këtu në Tiranë. E sollët në Tiranë? Sollë në Tiranë, se e kishim këtu në spitali. Kujtja që një atje o zemër, të qoja 2 pleqve në fshat. E kam mbajtur këtu motrë. Por njerëzit e ti, njerëzit e Alekos kanë ardhur në varrim? Jo. Se ju jeni ndarë për gjithmonë me familjen Myrtollari? Ata i kemi asë, ne o zemër, na kanë marrë jetë njeriu, na kanë marrë gjakun, na kanë marrë motrën. E të shu Tatjana, unë e kuptoj dhimbjen e madhe, por këtë krim e ka bërë Aleko dhe ai duhet dënuar. Do shta primit Normal, ai duhet, edhe sikur të dali zemër, neve nuk e lënë gjallë. Ajo ka fëmijët, unë doja marrë akun, unë doja marrë akun fëmijët, nuk e lënë gjallë atë. Lërja drejtësisë. Hakun doja marrë drejtësia shqiptare, me sigurt. Drejtësi. Por desha të thosha e dashur Tatjana që prindrit e ti janë të pafajshëm.
Normal, nuk ka bërë njeri, unë s'kam pajsuar prindrit, as prindrit, as vlezrit, as motrat nuk e pajsoj, se nuk e tha vllai shkobraje, apo nana nuk e tha nëna shkobraje, se nuk e mësovi nëna të shkobraje në usën ti. Prandaj po të them, pse ju me ata i keni shkëputur kontaktet pas ngjarjes, duke menduar që 3 fëmijët janë gjaku i asaj familje? Kurse duam fëmijë o zemër, unë për qatë i dua. Ata thash, pa i s'kam, po më kanë marrë motrën. Janë fëmijët ata të cilët nuk duan që të kenë Ja, fëmijët që nuk i duan kontaktet e tyre. as me gjyshin, as me gjyshen, as me njëri nga babai. Një gjyshe kanë ata, një gjaj, 2 alla. Asnjëherë nuk kanë ardhur të kërkojnë fëmijët? Jo. Jo, dita. Por në seancat gjyqësore kur shkoni ju, kush është nga familja e tij? Asnjë nuk është i paraqitur në familjen e. Që do thot ata e kanë dënuar me këtë veprim që nuk shkojnë në seancat gjyqësore. Nuk kanë, domethënë, fytyrët na dalin përpara neve, se ata e kanë ditur se kush ka qenë motra ime. Ata e dinin që ishte një punëtore e madhe, një që mbante tratë shtëpi, vërtet e tratë fëmijë. Ata e din kush është i vllai i tyre dhe din kush ka qenë motra ime. Ajo qofte pa harruar dhe unë jam e sigurt që është një ëngjëll atje lart në qiell që kujdeset për fëmijët e saj. Amanetin ti po ja çon deri në fund, po kujdesesh për 3 të vegjëlit e të ndjerës Mariola Myrtollari. E dashur Tatjana, unë dua realisht të të ndihmoj. Është një histori shumë e dhimbshme, ku mendoj 3 fëmijë që nënën nuk e kanë, babai i tyre në burg se ju vrau nënën. Dua të ndihmoj për të marrë kujdestarin. Ti po bën një luftë të gjatë, ke 1 vit dhe unë nuk e kuptoj arsyen pse gjykata nuk ta ka dhënë kujdestarin. Dhe zemër, kur qëndron problemi, nuk e di. Pas mund të si marrë fëmija ato 90.000 lekë, sa u takon. Ndoshta në ditët në vijim do bëj përpjekje dhe ta premtoj këtë gjë për të mësuar çfarë ka ndodhur, për të lidhur dhe me avokatin tuaj dhe për të mësuar më shumë detaje. Por unë dua, e dashur Tatjana, që këtu në këtë live me Odetën të përcjellësh një mesazh. Ti je tezi atyre 3 fëmijëve, më saktë nëna e dytë e tyre. Unë do quaj nën, ti bën rolin e nënës tani për të 3 ata fëmijë. Dua të përcjellësh një mesazh që jam e sigurt ju drejtohesh institucioneve. Të vërdo shteti se janë 3 fëmijë rrugëve, të mendoj shteti për të ardhmen e fëmijëve. Të japi drejtësi shteti kriminalëve, që mos merren jetë njerëz, si çikuj me motër dhe i lap fëmijët rrugëve, mos i lën motrat e tjera, mos i lën nënat shqiptare, mos i lën bijat shqiptare. Siç i la motra ime mes të rrugëve. La 3 fëmijë. Iku e zhuritur. Për ata fëmijë. Prandaj them shtetit shqiptar të verë dorën në zemër për ta 3 jetim. Ku është? Ndihmojmë jetimin, ndihmojmë këtë. Ku janë? Janë të pastre, janë 3 fëmijë rrugëve. Ku do i mbaj unë me 2 dhoma? Me 2 dhoma. Se kam kushtet e kam shtëpinë, po hajde se po i bëj sakrificën për fëmijët e motrës, do ja u jep një shtëpi. Po me 2 dhoma vetë. Shteti ta verë dorën në zemër, përpiqet për ta fëmijë, t'interesohet për ta fëmijë. Se nuk kam kryqe merë, kam një pesh që i kam bërë po 2 dhoma, nuk kam kryqe merë të punoj. E dimisht e janë rrugat në Tiranë. Me qa po jetoj, me qa po anë. Dhe të besoj. Dhe të besoj që do thot e vetme me burrin të rrisësh 6 fëmijë, 3 fëmijët e tu dhe 3 fëmijët e motrës të ndjerë. E dashur Tatjana, u bëft me mira për ty, për 3 fëmijët e motrës, për gjithë familjen tënde të madhe dhe uroj dhe shpresoj që ky live sot me Odetën të shërbej dhe unë do bëj të pamundrën të të ndihmoj dhe pas kuintave që ti të marrë sa më shpejt kujdestarin e 3 fëmijëve të motrës. Të falenderoj zemër, gjithë të mira ti uroj. Të falenderoj Tatjana dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, kërkoni të jeni pjesë e kësaj dritareje,
jeni të lutur të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Tërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit dhe ju që më ndiqni, më mbështesni. Takohemi nesër. Mirupafshim.